marrë vesh tashmë që unë jam në turin e filmit Luli dhe Goni Lemes, që do thotë trupi nuk është në gjendjen më të shëndetshme të mundshme për shkak të regjimit jo fort të kujdesshëm, kështu që është periudha që unë konsumoj jashtëzakonisht shumë çajra. Kështu që mos u habisni për ta shikoni gjatë gjithë kohës që jam duke konsumuar çajra nga më të ndryshmet. Ai që dua t'u tregoj sot është kjo me Sage and Honey, me sherebel edhe me mjal. Dini gjithë vetit kurative që mjalti ka, po ashtu edhe sherebela, që ndihmojnë në detoksifikimin e trupit, sirmin e mëlçis, po ashtu për goca që kanë dhimbje menstruale, janë dorë me një për të qetësuar. Kështu që e sugjeroj që të konsumoni sa më shumë, po edhe thjesht për të pastruar trupin nga toksinat e tepërta. Ky është versioni që mund ta gjeni në farmaci by the way, që është versioni i voçkël. Unë nuk e kam problem se kur udhtoj i marr edhe versionet e mëdha, por që keni edhe një version që është shumë komod për ta marrë me vete, që është i voçkël mini size dhe e gjeni në çdo farmaci. Cheers!